muzika të sportit, kështu që t'lum Turan. Zënë Hatigje, nëse flasim për të gjitha këto, dua t'ju pyes dhe sepse jemi pothuajse në fund të intervistës, sa ke gjetë mbështetje nga institucionet apo si është me qenë një fëmijë me pas, pra një fëmijë me autizëm në Kosovë? Është e vështirë. Si gjithë fëmijët e tjerë që e kanë të drejtën, do thotë që mbështeten me diku 150 euro nga shteti, edhe ne kemi ato benefite. Do të thotë pjesën tjetër mbulohemi vetë, do të thotë gjitha terapitë që Urani i ka marrë deri tash dhe vazhdon. Urani ende trajtohet, pavarësisht do të thotë të arriturave që ka. Urani trajtohet tek lokopedi, do të thotë 2 herë në javë, kemi edhe një lokopedi tjetër, që ndoshta këtu isha ndalë, sepse roli i lokopedit nuk është vetëm stimulimi i të folunit, mirë po ne shfrytëzojmë lokopedin thjesht për menaxhim të emocioneve në këtë rast, Urani shkon te lokopedi thjesht për konsulta rreth mësimeve, për të parë se si duhet t'jetë para një arsimtari, thjesht do thotë i përdorim edhe për gjanat të tjera tash veçurani të cilat i ka nevojë. Shkon në kurs të matematikës, edhe 2 herë në javë do thotë prapë te lokopedi në organizatën Z, ku aty merr do thotë një uri për pikturën, për do thotë terapitë muzikës, thjesht bashkëbisedim, do thotë prapë Urani është do thotë në vazhdën e trajtimeve, nuk ndalemi derisa Urani me të vërtet vetë është nevojën që nuk ka nevojë. Deri tash do thotë Urani e pranon, shkon me vullnet dhe thjesht ne si prindër shohim që Urani ka nevojë për gjitha këto terapi. Edhe kjo është ajo që shpesh prindërit na kanë thënë që pse trajton, Urani s'ka nevojë. Ne si prindër shohim aty ku për çka Urani ka nevojë dhe nuk do të ndalemi. Ndoshta do të kisha bërë edhe një thirrje që nesër është